nesër në Malin e Zi, praktikisht në bëhet ai samiti i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, një samit tepër i rëndësishëm për këto troje, sepse merr pjesë edhe presidenti i Francës Macron, pastaj kryeministri Meloni, bundeskancelari Merz dhe sipas autoriteteve oficiale në Malin e Zi, ku lajmi është shpërndar, domethënë mbrëm, është kthyer një aeroplan me njerëz të cilët kanë qenë me të kaluar kriminale brenda dhe është cilësuar si veprimtari subversive. Dhe çfarë është veprimtaria subversive sa për qytetarin? Është veprimtaria e cila synon të minoj, të propagandoj, të prish një rand publik në një shtet tjetër, krejt kjo në formë indirekte dhe të fshet. Pra, kush janë këta njerëz dhe ku dojnë të krijojnë këtë minim të randit publik, të shkaktojnë destabilizim në mënyrë indirekte dhe të fshet. Pra, kur agjencionet për zbatimin e ligjit, agjencionet e sigurisë kombëtare dalin me një deklarat oficiale se kjo shkakton rrezik në aspektin e sigurisë kombëtare, kjo nuk don më debat. Sepse dihet fare... Pra ka qenë zyrtare. Po, definitivisht se ka qenë zyrtare dhe është lajmëruar në formë zyrtare dhe janë kthyer të gjithë mbrapa, pra 87-90 njerëz pa marrë parasysh se sa janë, le të jenë edhe 50. Pra kanë qenë të gjithë nga Serbia? Po, sipas asaj që i kemi lexuar prej burimeve të hapura oficiale në Malit Zi, do të thonë ka qenë nisur me një agjencion atje nga Republika Serbe, pra të Bjelinës, dhe kanë tentuar, do të thonë, të hynë Malin e Zi, duke pas parasysh gjithmonë edhe qasjen destruktive që e ka gjithmonë Serbia dhe ndaj Malit Zi. Duke nisur nga Vullin, duke nisur pastaj edhe nga presidenti i Serbisë kundrejt Malit Zi, duhet ta dim se Mali Zi është antar i NATO-s. Është shtet më i vjetër shumë dekada se Serbia. Është entitet në veti, mirë po tash është antar, do me thonë, i NATO-s dhe ka kredibilitetin dhe përgjithësinë që e ka në NATO.